Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur të publikojë rezultatin e votave të ardhura me postë, aktualisht në Mitrovicën e Jugut, ku gara ishte e ngushtë me Arjan Tahiri nga PDK se faton Pecin të vetëvendosjes, po prin me vota ky i fundit. Atje janë numëruar 25% e votave me postë, deri më tani dhe Peci ka 58.27% apo 162 vota, ndërsa Tahiri 28.78% apo 80 vota. Kryetari në detyrë i Prishtinës dhe kandidatët tashmë në balotazh për mandat të dytë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama, ka marrë pjesë dje në protestën e organizuar nga veteranët në mbështetje të ish ushtarëve të UÇK-s dhe kundër gjykatës speciale, i shoqëruar edhe nga djali i ish presidentit Hashim Thaçi, Rama shihej i buzëqeshur, ndërsa në shkrimin e tij në Facebook, ai shkroi se sheshi i Tiranës ka një zë. Sot ky shesh frymon me gjakun dhe nderin e të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë tonë. Sot ky shesh është zemra e kombit që rreh me një ritëm të vetëm, ritmin e dinjitetit, të kujtesës dhe të krenarisë. Në këtë shesh, përkulemi me mirënjohje para atyre që rroken pushkën për nder, për tokë, për gjuhë. Sot jemi bashkë për t'i dhënë zë asaj të vërtete që s'mund të heshtet, se lufta jonë ishte e drejtë, e pastër, çlirimtare, se gjaku i djemve e vajzave të UÇK-s është themeli i shtetit të Kosovës dhe forca e gjallë e qenies shqiptare në Ballkan. Nga ky shesh, le të ngrijemi një zë i vetëm, nder për luftëtarët e lirisë, krenari për bijtë e kombit, drejtësi për çlirimtarët, ka shkruar Rama. Ndaj pjesëmarrjes së këtij ka reaguar analisti nga Shqipëria Mila Imnela, i cili fotografinë e tij në proteste cilëson si foto që flet sa 1000 fjalë. Tutja i shkroi se kujt do të ja merrte mendja se LDK-ja e Ibrahim Rrugovës bie në llom kaq poshtë.